zgjedhje selektive, shtrembërime, spekulime, këto nuk janë prova. Këto janë shenja se si përpiqet ZPS-ja në mënyrë të dëshpëruar të gjej provat e veta. Zoti Krasniqi ka qenë zëvendës komandant mbështetje vetëm për pak kohë, që ka qenë pak a shumë 3 muaj. Edhe ne nuk e pranojmë as pak parashtrimet e ZPS-së. Sheku Krasniqi ka qenë i fokusuar në aspekte politike, ka vijuar punën e tij si ZDN-s dhe ka kryer detyra administrative. Pra, ne mendojmë që prokuroria nuk ka asnjë provë në lidhje me këtë. Nuk ka asnjë dëshmitar që pretendon që ka dhënë raport zbulimi për zotin Krasniqi. Në qindra faqe biseda, prokuroria nuk ka theksuar asnjë bisedë ku pretendohet që një raport inteligjence i është dhënë zotit Krasniqi. Për pasojë, pretendimi apo akuza e prokurorisë duhet të hidhet poshtë. Në paragrafin 166, prokuroria vijon dhe parashtron që Ferhat Shala ka shoqëruar zëvendës komandant Krasniqin për vizita në zona. Edhe ky është një shembull i qartë i prokurorisë që fshihet pas hamendësimit. Në qoftë se prokuroria pretendon që Shala i ka dhënë informacion zbulim kundër zbulimi për krimet zotit Krasniqi, këtë duhet ta thotë qartë, troç. Për shkak të faktit që nuk ka prova të tilla, prokuroria preferon që të fshihet pas supozimeve dhe spekulimeve të saj për gjëra të cilat ajo nuk e provon dot. Prokuroria nuk e ka thritur Ferhat Shalën si dëshmitar, ndërkohë që në poshënimin e saj, në veçantë në poshënimin 1088, përfshihen 3 referenca që e lidhin atë me zonën e Shalës në janar të 99-s. Ky rast e keq interpreton insinuimin që Ferhat Shala e ka shoqëruar Jakub Krasniqin në vizita, kam në shumës në vizita, do të thënë kjo është tërësisht e pabazuar. Provat nuk tregon që zoti Krasniqi ka patur kontroll mbi logjistikën. Nuk ka vërtetuar se ai mund të kishte ndikim në ndonjë veprim në terren dhe as nuk tregon që ndonjë kontroll logjistik që mund të ketë pasur, që pretendohet të ketë pasur, të jetë lidhur në ndonjë mënyrë me ndonjë krim të akuzës.